Për 13 vjet, Grace dhe Robert Calloway manitën të gjithë në bordin e anijes Cruise Celestial Dawn. Kabina e tyre modeste në kuvertën 8 u bë shtëpia e tyre e përhershme. Kur shërbyesja e re Sofia rrëzoi padashi një organizues pilulash gjatë pastrimit, ajo që zbuloi e fshehur poshtë tratit të tyre do të ndryshonte gjithçka. Jeta e ndërtuar me kujdes në det e çiftit të moshuar të ëmbël filloi të shpërbëjë papritur me një bisedë të vetme të papritur. Ania Cruiser Celestial Dawn njihet për dizajnin e saj elegant, ushqimin e shkëlqyer dhe pamjet manitëse të oqeanit. Mes pasagjerëve të saj të rregullt, Grace dhe Robert Calloway ishin bërë diçka si një legjendë. Çifti moshuar kishte qenë në bord për 13 vjet të manitshme, duke kaluar nga një udhëtim në tjetrin, pa u larguar kurrë vërtet nga ania. Shtëpia e tyre ishte një kabinë mesatare në kuvertën 8, asgjë ekstravagante, por mjaftueshëm komode për nevojat e tyre modeste. Me kalimin e viteve, ata kishin krijuar një rutinë paq të parashikueshme sa oraret e vet anijes. Mëngjesin e hanin çdo mëngjes në kafen Sunrise, pasuar nga një shëtitje rreth kuvertës kryesore. Pasditet i kalonin në aktivitete të ndryshme ose duke pushuar me libra në sallën e bibliotekës. Në mbrëmje ta shijonin darkën në tryezën e tyre të rregullt, ku stafi i përshëndeste me emër. Kur pasagjerët kurioz pyesnin për stilin e tyre të pazakontë të jetesës, Calloway kishin një shpjegim gati. Të jetosh në një anije cruise, shpjegonin ata me buzëqeshje të ngrohta, ishte në fakt më ekonomike se sa të paguaje për një shtëpi pensioni. E kuipashi adhuronte, Grace gjithmonë kujtonte ditëlindjet e stafit të gjatë. Robert njihej për bakshishet e tij bujare dhe fjalët të mira me punojësit. Ata ishin pjesë e pandashme Celestial Dawn, po aq sa speranca apo pajisjet e navigimit të anijes. Sofia Reyes u bashkua me stafin e pastrimit vetëm 3 muaj më parë, e re, e zellshme dhe e përpikt në punën e saj, ajo shpejt fitoi vlerësime pozitive nga pasagjerët dhe mbikëqyrësit. Calloway të pëlqyen menjëherë Sofian. Grace filloi t'i linte dhurata të vogla, çokoladata, guas kadeti ose shënime të shkruara me dorë. Robert gjithmonë pyeste për aspiratat e saj për shkollën e infermierisë sa herë që kurqizoheshin. Marrëdhënia e tyre u bë gjithnjë më e ngrohtë me kalimin e javëve. Sofia ndonjëherë kalonte disa minuta shtesë duke biseduar me çiftin kur oraret e saj e lejonin. Një pasdite Sofia po kryente detyrat e saj të rregullta të pastrimit në kabinën e Callowayve, ndërsa ata ndiqnin një demonstrim gatimi. Ndërsa pastronte komodinën, ajo razoi padashi organizuesin e pilulave të Robertit. Tabletat me ngjyra u shpërndan nëpër tapet dhe disa u rrakullisën poshtë shtratit. Sofia ul në gjunjë duke shtrirë dorën poshtë shtratit për të mbledhur ilaçet e shpërndara. Gishtat e saj prekën diçka të pazakontë. Një kuti e vogël, e fortë, e papërshkrueshme nga uji, e ngjitur fort nën kornizën e shtratit. Kutia ishte qartësisht e fshehur me qëllim. Sofia e tërhoqi duke ekzaminuar enën e vjetëruar. Pikërisht kur po mendonte nëse duhet ta hapte, dera e kabinës u hap apritur. Calloway qëndronin në prag. Shpërtet e tyre kaluan nga habia në shqetësim kur pan çfarë mbante në duar Sofia. Sofia u ngrit shpejt, faqet u skuqën nga turpi. Ajo belbulzoi një falje duke shpjeguar se e kishte rrëzuar ilaçet dhe e kishte gjetur kutinë ndërsa mblidhte pilulat. Çifti shkëmbyer shikime të shqetësuara. Robert mbylli derën butësisht, duke e kyçur me një klikim të lehtë. Grace i bëri shenjë Sofias të ulej në buzë të shtratit. Atmosfera në kabinë kishte ndryshuar plotësisht. Misja e ngrohtë u zëvendësua nga tensioni dhe pasiguria. Pas një momenti heshtje të rënd, Grace vendosi një dorë të vjetëruar mbi atë të Sofies dhe pranoi me zë të ulët se ata nuk ishin ata që të gjithë mendonin se ishin. Emrat e tyre të vërtetë ishin Edward dhe Patricia Winters. 13 vjet më parë, ata kishin qenë drejtues të lartë bankar në një institucion financiar prestigjioz. Robert shpjegoi se ishin akuzuar pa drejtësisht për përvetësim kur zbuluan parregullsi në disa llogari. Drejtuesit e korporatës kishin nevojë për koka turku kur investimet shkonin keq. Provat kundër tyre ishin fabrikuar në mënyrë të përsosur, duke bërë mbrojtjen ligjore të pamundur. Ata kishin zbuluar komplotin pikërisht në kohë për t'u zhdukur përpara se akuzat të depozitoheshin zyrtarisht. Robert hapi kutinë që Sofia kishte gjetur. Brenda saj kishte pasaporta të shumta me emra të ndryshëm, por me fotot e tyre, së bashku me dokumente financiare dhe një ditar. Grace rrëfeu me lot se si kishin humbur gjithçka,
shtëpinë, reputacionin dhe miqt. Ania Cruise u bë streha për ta, një vend ku mund të zhdukeshin në sfond, ndërsa ata shijonin një cilësi jetese në vitet e tyre të mëvonshme. Sofia dëgjoi me vëmendje, shpreha e saj ishte plot dëmshuri. Historia ishte e pabesueshme, por emocioni pasaj duke i vërtet. Pas asaj që duke si një përjetësi, Sofia i siguroi se sekreti i tyre ishte i sigurt me të. Letësimi në fytyrat e tyre ishte i dukshëm. Grace e përqafoi, lotët i rritnin në faqet e saj të vjetëruara. Në javët që pasua, marrëdhënia e tyre u bë edhe më e ngushtë. Sofia u sillte ëmbëlsira nga portet kur ata do të ndalonin. Ata e ftuan të bashkojë me ta për darkë në mbrëmjen e saj të lirë. Besimi që ata i dhan Sofies dukej absolut. Ata ndanë më shumë detaje për jetët e tyre të mëparshme, arratisjen e tyre dhe vitet në bordin e Celestial Dawn. Robert shpjegoi se si menaxhonin financat e tyre duke lëvizur mes bankave dhe porteve të ndryshme për të shmangur zbulimin. Ajo që çifti nuk e kuptoi ishte se pas fasadës së dhëmshur të Sofies, ajo po mblidhte me metodë prova. Çdo dokument që ata i tregonin, ajo fotografonte me kujdes kur ata nuk shikonin. Ajo vinte re modelet e sjelljes së tyre, veçanërisht shmangen e personelit të sigurisë, të studonte lëvizjet e tyre gjatë ditëve të portit. Sofia vërejti se si ata mbanin grupe të ndara identifikimi për porte të ndryshme. Ajo studioi shënimet financiare në ditarin e tyre. Në disa raste, ajo vuri re se ata bënin telefonata nga telefonat publik në porte në vende të përdorimit të sistemeve të komunikimit të anijes. Ndërsa Celestial Dawn i afroi Vancouverit, Sofia ju afrua çiftit me lajme emocionuese. Ajo kishte organizuar një mëngjes special për vlerësimin e pasagjerëve VIP në një dhomë private ngrënie për t'i falendëruar për mirësinë. Ata ishin fillimisht të hezitueshëm, zakonisht shmangnin ngjarje speciale, por entuziazmi i Sofias përfundimisht i bindi. Mëngjesin e ngjarjes, çifti arriti dhe gjeti vetëm Sofian dhe dy anëtar të ekuipazhit që po i prisnin, Marco nga bari dhe Javier nga mirëmbajtja. Të tre ishin të veshur me rroba profesionale në vend të uniformave të tyre të zakonshme. Asnjë pasagjer tjetër nuk ishte i pranishëm. Sjellja e Sofies ndryshoi plotësisht ndërsa mbylli derën, duke qëndruar e drejtë me një ajër autoriteti që nuk kishte qenë kurrë i pranishëm gjatë detyrave të saj të pastrimit. Ajo ju drejtua atyre zyrtarisht si zoti dhe zonja Winters. Fitoret e tyre u zbardhën me njëherë. Sofia u prezantua siç duhej, detektive Sofia Ramirez nga Divizioni i Krimeve Financiare Interpolit. Ajo prezantoi kolegët e saj si detektivët Wilson dhe Ortega, duke shpjeguar se ata kishin punuar të infiltruar në anije. Mëngjesi ishte një mashtrim. 3 muaj më parë njohja e fytyrës kishte sinjalizuar një përputhje mes Calloway dhe Wintersve të kërkuar për përvetësimin e $3.2 milion në vitin 2012. Parat nuk ishin gjetur kurrë dhe çështja kishte mbetur e pasgjitur deri në këtë zbulim të mundshëm. Robert protestoi duke i kujtuar Sofies se ajo kishte thënë se i besonte. Tradhtia në sytë e tij ishte e dukshme ndërsa kapi dorë në guras së tij. Sofia hapi një laptop që shfaqte të dhënat e tyre financiare. Ditari që Robert i kishte treguar me kaq besim i dha copat e fundit një enigme që hetuesit kishin punuar për vite me radhë. Transfertat mes llogarive të huaja përputheshin saktësisht me shumat që mungonin nga banka. Pavarësisht pretendimeve të tyre për pafajësi, prova tregonin një histori tjetër. Drejtuesit e korporatës që ata fesonin ishin pastruar vite më parë. Ajo që mbeti e pashpjeguar ishin paratë e zhdukura, deri më tani. Sofia zbuloi se si anijet cruiser ofronin kontroll minimal të sigurisë për mysafirët afatgjat, duke ofruar një mbulim gati të përsosur. Për 13 vjet ata kishin jetuar rehat me fitimet e tyre të palishme, duke u fshehur në sytë të gjithëve, ndërsa autoritetet kërkonin gjetje. Ndërsa autoritetet kanadeze hyn për të marrë çiftin në paraburgim, bota e ndërtuar me kujdes e Grace dhe Robert u shemb. Antarët e ekuipazhit që i kishin njohur për vite me radhë shikonin të pabesuar, ndërsa çifti i moshuar i ëmbël u shoqërua jashtë anijes. Atë mbrëmje, Celestial Dawn u nis nga Vancouveri me një kabinë bosh në kuvertën 8. Për herë të parë në 13 vjet, Edward dhe Patricia Winters do të flinin në tokë, në një qendër paraburgimi, duke pritur ekstradimin për krimet që pothuajse i kishin shpëtuar përmes mashtrimit të tyre të zgjuar. Historia e tyre u bë një tregim paralajmërues në të gjithë industrinë e krujzeve, duke çuar në procedura të përmirësuara të sigurisë. A keni menduar ndonjëherë se çfarë sekretesh mund të fshin njerëzit përreth jush?
A do t'i kishe dyshuar këtë çift të moshuar simpatik se ishin të arratisur ndërkombëtar?